Mendoj që si fillim është një ndeshje vllazërore, ku përballen dy shkëndijat bashkë në një gjysmëfinale të kupës. Dhe mendoj që do jetë një ndeshje shumë e luftuar, shumë interesante si për ne si dhe për publikun. Por Shkëndijin do ta respektojmë shumë sepse është një kundërshtar shumë i fortë dhe ka bërë shumë mirë në kategorinë e dytë, ka bërë paraqitje mjaft mira. Dhe ne duhet ta respektojmë maksimum pasi ka lojtar cilësor dhe në fushë do t'japim maksimumin për ta fituar këtë ndeshje. Jo, asnjëherë nuk duhet të lejojmë për të pas befasi, por futbolli i tillë është, ka 3 rezultate, por ne do t'japim maksimumin për të fituar. Trumçi, këtu në Tetov, në Shkup, Maqedoni, gjithë e dinë që kjo ndeshje u pa edhe vitin e kaluar, vërtet është një festë vërtet për publikun që mezi se e pret dhe gara bëhet vetëm brenda fushës 90 minuta. Një shkodran, si e përjeton këtë përballje? Mendoj që do të jetë një përballje dhe një atmosferë shumë e bukur, pasi publiku le të festojnë, pasi është një ndeshje që mezi e presin le të themi. Dhe normalisht që edhe ne në fushë ndjehemi mjaft mirë kur publiku ka fest, kur përballen dy shkëndijat bashkë dhe shpresoj që bëjmë një ndeshje shumë mirë. Po ta marrim kuptimin e fjalës shkëndi. Shkëndi, kur bëhen dy shkëndija, a ka flak aty, e them në aspekt pozitiv tek publiku? Besoj që po, duhet ketë, patjetër. Është shkëndija jone preokupuar dhe vendosur që të marrë rezultat sa më pozitiv përpara ndeshjes së nesërme për ta bërë më të lehtë. Asnjëherë s'është e lehtë në futboll, por thjesht për t'ia lehtësuar vetes ndeshjen e kthimit. Normalisht që e mirë është që mos të lajmë asnjëherë për ndeshjet fundit, por ka 2 ndeshje, domethënë, si ndeshja këtu e nesërme në fushën tonë dhe në Kumanov, por ne duhet të japim maksimumin që të mos ta lajmë befasi asnjëherë, që të fitojmë ndeshjen e parë.